Një takim tre palësh në mes të Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi në lidhje me çështjen e të pagjeturve është mbajtur me 4 shkurt në qytetin e Shkodrës në Shqipëri. Takimi është organizuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Personave të Zhdukur, ndërsa nga pala kosovare kanë marrë pjesë Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit, Instituti Mjekësisë Ligjore dhe familjarët të zhdukurve. Ahmet Gajqevsi nga Këshilli Koordinues i Asociacionit të Familjarëve të Zhdukurve të Kosovës tha se është ndarë i kënaqur nga mbajtja e takimit. Zotë Gajqevsi, dje me 4 shkurt është bajt një takim tre palësh në mes të palës kosovare, palës serbe dhe palës malazeze në lidhje me çështjen e të zhdukurve. A na tregon fillimisht kush e ka organizuar këtë takim edhe çka është diskutuar? Takimi, ka qenë dje takimi, do thotë, organizimin e ka bërë ICMP-ja, do thotë Komiteti Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur. Takimi ka qenë në Shkodër, ka qenë 3 palësh, do thotë shqiptarët, serbët dhe malazez, kështu që u diskutuan disa tema të cilat ishin shumë të rëndësishme aty, megjithëse edhe pat pyetje, përgjigje, do thotë më shumë ti ka pas kësi. Neve na interesoi kemi ditë për njerëzit e tanë ku janë, aty ne gjithashtu interesoi për ata, informacionet, sa kanë informacione ata, sa kemi na, do thotë qoftë për tonë, qoftë për tyre. Është takimi i parë i këtij formati ku marr pjesë edhe pala malazeze, ka pas edhe më herë kësaj lloj takime? Ka pas më herë, por ne bukur do vite, gati 6 vite s'kemi pasur takime të rregullta me ta, se këto takime kanë qenë gjithherë të rregullta, por për shkak farkimeve politike, domethënë, nuk janë mbajtur sepse nuk ka dashur pala serbe që të organizon. Kështu, këtë takim s'di si ka rënë ndërmend që të takon, apo e ka për pojena politik, apo kështu, por na, në fakt na jemi nda mirë aty, sepse kemi thonë disa gjëra të cilat ata si kanë përmend kur, e ne jo kemi qenë ndërmend që kjo është kjo këtu, do të thotë ne kemi treguar që njerëz na kanë zhdukur direkt për stacioneve policore, për burgjeve, edhe prej vendit punës, do të thotë shqiptarët të cilët janë marrën me autobusa deri në Serbi, deri në Prokuplje kanë shku bashkarisht, Prokuplje janë ndarë për burgjet serbe, do të thotë kolegët e tyre kanë ardhur, disa kolegë për tyre nuk janë kthyer më sot asaj dite kur. Edhe dojmë me ditë ku janë. Do të thotë pikërisht nga dora e shtetit janë zhdukur. Ne nuk e dim vendodhjen e tyre, po faktikisht nuk e dim as përfundimin e tyre, mas mirë të dini ju pola serbe të cilët i keni pas në Durrës. U do të kënaqen nga këtë takim, a ja arriti pritshmëritë për çka keni prit ju lidhur me informatat që i ndau edhe pala serbe, po edhe pala malazeze? Unë e përgëzoj palën tonë se ka qenë shumë konkret, ka ditë bëj pyetje dhe të kërkon përgjigje. Unë për veti sekretari i Këshillit Koordinues jam ndaj kënaqur, qoftë për institucioneve të shtetit, qoftë për familjarëve që kanë qenë prezent aty. A pritet të ardhmen e afërt me mbajt kësaj lloj takime prap? Sigurisht unë nuk e di, sepse këtë tash, si thash, e ka organizuar ICMP-ja, do thotë ndoshta mund të jetë, po mund të jetë edhe në nivel pak më të lartë. Aty do të marrin edhe prokurorët pjesë, kështu e kemi kërkuar. Të marrin prokurorët e Kosovës pjesë, prokurorët e Serbisë, të Malit Zi dhe të gjitha institucionet të bashkohen rreth këtij problemi, që ky problem të zgjidhet sa më shpejt, se 28 vite janë shumë. Në ndërkohë, sipas Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, gjatë vitit 2025 është gërmuar në 32 lokacione të ndryshme në Kosovë, duke gjetur gjithsej mbetjet mortore të 22 individëve që dyshohet se e përkasin luftës së fundit në Kosovë. Që nga pas lufta në Kosovë, ku si pasojë mira persona rezultuan të zhdukur, në Serbi në 4 varre masive janë gjetur rreth 1000 trupa, derisa sipas Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur figurojnë ende në listën e të zhdukurve edhe 1577 persona.